Hoxh, me që i shpjegove kaq bukur kronologjikisht edhe 5 vaktet e faljes, sa është e vërtet që nëse nuk arrin për shkak të angazhimeve, çka do qofshin ato me të ikë në vakt 2 ose 3, mundesh me i fal? Kaza, zamense. Po, kjo është e vërtet, për shkak të angazhimeve tona, për shkak të arsyeve tona, kjo i ka ndodhur edhe vetë profetit tonë të dashur Muhamedit alayhis salatu vesselam në njërin prej betejave, luftave që ishte lodhur dhe kishte lënë një kujdestar që t'i zgjonte në namazin e sabahut mëngjes. Mirë po, edhe ai nga lodhja e kishte kapluar xhumi dhe kështu që kanë mbet pa namazin e sabahut. Në momentin që zgju pejgamberi alayhis salatu vesselam i ka urdhëruar shokët e tij, ata të cilët kanë qenë të përgatitur për betejë, që ta falin namazin